kur të mlidheshin të gjithë njerëzit dhe gjinët dhe t'i kërkonin Allahu Gjeleshanuhu, çfarë të doën? E Zoti Madhruar t'u plotësonte dëshirën e këtyre njerëzve, thot kjo nuk do të paksonte pasurinë e Allahu Gjeleshanuhu, ashtu siç nuk e pakson nëse gjilpara futet në det, e çfarë mund të marrë gjilpara nga deti, përveç se një lagme të vogël. Ashtu edhe njeriu, ashtu edhe gjinët, sado që kanë kërkesa nga Allahu Gjeleshanuhu, dhe nëse Zoti u plotëson kërkesat e tyre, pasuria dhe bonlloku i Zotit të Madhruar nuk do të shteren. Themi, këto janë punët tuaja që unë do t'ju shpërblej për veprat tuaja. Nëse shihni vepra të mira, atëherë falenderoni Zotin e Madhruar, e nëse shihni vepra të këqija, mos e akuzoni asnjë përveç se veteve tuaja.